Agim Veliu ka thënë se refuzon të jetë pjesë e listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës për zgjedhjet e parakoshme të 7 qershorit. Veliu në arsyetimin e tij ka folur për Bashkimin e Madh, e ku tha se në të po përfshihen të gjithë ata që u anatemuan dhe u eliminuan nga lidershipi aktual. Ish kryetari i Podujevës tha se para zgjedhjeve të 28 dhjetorit të vitit të kaluar, pati shprehur publikisht vullnetin të jetë pjesë e listës së kandidatëve për deputet. Por tha se kryesia e degës së Podujevës së LDK-s kishte refuzuar edhe të nxjerrë në diskutim kandidaturën e tij dhe arsyetimi ishte vendimi i shefit të madh Lumirit të mos jenë pjesë e garës. Ndërsa sot e njëjta kryesi me bekimin e shefit, më pas ka propozuar të jem në listën e kandidatëve për deputet. Madje pa më kontaktuar dhe pa më konsultuar fare. Tash nuk e di nëse pas kam ndryshuar unë apo ata. Jo, as unë as ata. Kanë ndryshuar vetëm strategjit për mbijetesën e tyre politike. Kanë ndryshuar edhe motojat të cilën e solli në LDK e rikthyera nga aventura e saj 5 vjeçare në kampin majtest. Ajo bashkë me Lumirin, mashtrimin dhe përdorimin e madh e ambalazhuan në bashkim të madh të djathtistëve. Pikërisht për këto arsye, me respektin më të thellë për anëtarësinë e ndershme të LDK-s, deklaroi publikisht se refuzoi të jem pjesë e listës së kandidatëve për deputet në zgjedhjet e 7 qershorit, ka shkruar Veliu. Ai ka thënë se nuk po largohet nga LDK-ja, por po refuzon të përdoret dhe të jetë pjesë e një projekti që e largon partin nga identiteti i saj institucionale shtetëndërtues. Jam i bindur se LDK do të çlirohet nga mentaliteti i OJQ-izmit politik dhe do të rikthehet në rolin e saj historik si forcë përgjithëse shtetformuese. LDK është më e madhe se interesat meskine të dy njerëzve. Zoti e ruajt LDK-n, ka shkruar Veliu. Të hënën dega e LDK-s në Podujev nominoi Veliu ndër të tjerë si kandidat për deputet. Vendimin e degës e përshëndeti kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku, duke thënë se është një hap i mbar në ndërtimin e Bashkimit të Madh.